Do të nisim ditën sot me artizanat, me punimet e dorës, me një llojshmëri shumë të madhe, por mbi të gjitha shumë të bukur që zonja që kemi sot në studio i ka sjell për t'i paraqitur para të gjithëve ne. Ersida Odo, mirëmëngjes e mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Jam shumë e lumtur që të kam në studio. Na ke zbukuruar studion shumë bukur sot, të lumshin duart. Faleminderit, është kënaqësi të jem këtu me ju. Sa vështirë është të merresh me artizanatin, me handmade? Është e vështirë, don shumë durim, edhe don pak kohë që të përqafohet nga njerëzit, sepse edhe interneti, gjërat moderne na shfokusojnë pak, por që ngelemi gjithmonë tek gjërat tradicionale, tek gjërat e bëra me dorë, tek origjina. Ajo është më e bukur në fakt, ajo është tamam bukuria e pastër. Le të kthehemi pas në kohë. Sa kohë ka që e nise gjithë këtë ide? Ka shumë vite. Unë kam marru liceun këtu në Shkodër, edhe Akademinë e Arteve në Tiranë, domethënë kam gjithë jetën që merr në këtë punë, por që kam 4 vite që kam hapur një studio pikture, që punoj edhe e kam kthyer fiks në një biznes, edhe e kam fokusuar, e kam futur në rrugën që ta promovoj siç duhet punën që unë bëj. Është dashur shumë kohë dhe është dashur prova të ndryshme për të arritur te produkti final edhe te gjëja finale që them, okay, po kjo është ajo që duan me tregu, me shfaq te njerëzit, te klientët, por që tani kam arritur në atë fazën që jam e kënaqur me punën që bëj dhe njerëzit janë të kënaqur me punën time. Sa vështirë është të mbresh këtu, sepse siç ti thua, ka tentativa të shumta, jo ky produkt, jo ai produkt, tregu është i vështirë, ekonomia e Shqipërisë është pak e vështirë, mentaliteti i njerëzve pastaj është një histori më vete. Kështu që si e ke dalë ti për qëndruar konsistente, besnike ideve të tua, për të ecur deri këtu ku jemi sot? Atëherë unë thash nuk ka qenë lehtë fare. Biles ka qenë shumë e vështirë sepse për një njeri si unë që ika nga Shkodra në Tiranë, që nuk njihte asnjë njeri, nuk më njihte asnjë njeri, ishte goxha e vështirë. Edhe të thënë që ka ecur çdo gjë vaj nuk ndodh. Jo vetëm me mua, por besoj me asnjë. Por ka qenë diçka që e kisha të vendosur me veten që do ta bëja me me se s'bën. Edhe provat e para që bëja kanë qenë të vështira, i pëlqinin njerëzit që kisha afër, i pëlqenin, okay, sepse ishte puna ime, njihnin Sildën edhe e dinin që është puna e Sildës, por për njerëzit e tjerë që s'njihnin ishte pak vështirë reklama. Ka ndihmuar shumë edhe pjesa e panajireve. Po, panajiret ndihmojnë shumë sepse ti je në kontakt direkt me blerësin, me ato që vjen edhe thot, po kjo e merr e prek produktin, e shikon, të thot, po mund ta bëj edhe këtë, sepse unë jam mundu t'i qëndroj besnike edhe traditës, qofte pikturat, qofte pjatët, bluzat që unë pikturoj, çantat që pikturoj, gjitha i kanë qëndruar gjithmonë traditës. Tani kam filluar t'i ndërtuar pak edhe me lulet edhe me këto gjërat e tjera që të ketë sa më shumë gamë dhe mundësi zgjedhje. Por tradita është ajo që ne nuk i largohemi dot. Kjo është e bukur në fakt, sepse njerëzit kanë tendencën që të përqafojnë gjithmonë trendet, të përqafojnë gjithmonë atë çka duket si moderne, por është si një flak e kohës që ikën menjëherë. Dhe të qëndrosh besnike tek tradita është vërtet diçka shumë e bukur dhe me vlerë. Unë e kam qëndruar gjithmonë dhe do vazhdoj të qëndroj gjithmonë, sepse tradita është identitet. Nëse ne nuk kemi traditën tonë, nëse nuk ka kostume pafund, ka kultura jonë gjëra pafund që ne mund të frymëzohen, a mund të marrim, nuk është e thënë ta bëjmë identik siç është, ama mund të marrim diçka. Po, ndonjë gjërat e kostumeve, gjërat janë pafund, ama nëse ne nuk i qëndrojmë asaj traditës, ne do jemi gjithmonë pa një shtyllë kurrizore. Do jemi pa një identitet. Edhe Shqipëria ka shumë kulturë, ka shumë traditë, që mos flas pastaj për Shkodrën që jemi nivel tjetër. Sa vlerësohet puna me dorë? Ka filluar të vlerësohet shumë. Ka filluar të vlerësohet, po fillojnë edhe mamat e reja tashti, kur duan të bëjnë një gjë, një dedikim, e din që unë këto pirografit me djegje që i bëj dedikimet, vinë me i kërkojnë, e dojnë shkrimin me emrin, I tregojmë disa edhe për kameran. Janë gjëra që ecin, kanë fillu ecin, pranohen, kërkohen. Thot, je mami më mirë në botë. Tani kush nuk do dojë ta dëgjoj këtë.
Nuk ka mamë që nuk emocionohet. Nuk ka mamë që nuk emocionohet edhe është diçka edhe që pse s'është shkruar për mua, të ngacmon. E vërtet. Ja kemi edhe një tjetër këtu. Gëzuar 7-8 marsin, mësuesja më e mirë në botë. Po, janë dedikimet që i bëj unë për festa, i bëjnë për ditëlindje, i bëjnë, domethënë, i kërkojnë t'i bëjnë, sepse janë gjëra që çndrojnë, i rezistojnë kohës. Tezes i vjen era nën. Po. Është kjo që kemi këtu në mes, shumë e bukur. Janë punime që ngelen, janë dhurata që shiko, nuk është nevojshme të shpenzosh nuk e di se sa për të bërë një dhuratë, sepse ndonjëherë kemi nevojë për gjeste të vogla. Për gjeste të vogla, po, janë gjeste të vogla të bëhen me shumë dashuri. Edhe ty të ngelin aty. Po. Edhe në çdo lloj situate, ndoshta momente jo të mira, të tua ti mjafton e shikon edhe thon, "Okej, poste kam edhe unë njerëz që ma kanë thënë fjalë të mirë." E vërtet. E kupton, janë kujtime që ngelen edhe të ndihmojnë ndoshta me rregullu të humorin e ditëve të tjera. Patjetër, mjafton të hedhësh një sy diku ku e ke vendosur nëpër shtëpi edhe ndjen gjithmonë një lloj emocioni. Dhe një diçka tjetër që mbetet gjithmonë janë edhe këto tufat e bukura me lule. Këto janë të gjitha të punuara me dorë, që unë i bëj me porosti, i bëjnë me lule të ndryshme, i bëjnë për nuse, i bëjnë për mamat kur lindin, çun ose gocë. Ja, kjo është një tjetër. Kjo është shumë e bukur. Man ke ndërthurur disa ngjyra. Shikoni sa bukur. Janë detajet që mundohen t'ju bëj diferencën. Dhe e bëjnë diferencën për të vërtetën. Unë shoh dhe janë realizuar të gjitha në mënyrën më perfekte të mundshme dhe të gjitha përveç se janë shumë të bukura, janë edhe të ndërtuara shumë mirë. A është e vështirë realizimi i secilës nga këto produkte që ti ke sjell sot për të pasqyruar që nuk janë vetëm këto, se unë e di se ti ke edhe shumë të tjera. Janë të vështira sepse për shembull unë lulet duhet t'i filloj nga zero. Duke bler kutinë, duke bler fjongot, duke i djegur, ka një proces pune goxha të gjatë, domethënë, për të arritur te finalja. Edhe nuk është se është diçka, duket shumë e bukur, edhe ti kënaqesh kur e shikon në fund, por kur mendon domethënë sa orë ka dashur kjo, këto duart e mia thu, pastaj pas ka rëndsi, ka dalë shumë bukur edhe i harron. Por që duan kohë, duan edhe kur vinë për shkak sepse të thash, është akoma ajo ideja që interneti janë gjitha gjëra fallce. Edhe kur bëj një porosti ose diçka thonë, a ma sjell dot nesër? Ose ma bëj një pikturë, kur të marr? Vita marr mas dite? Të shikoj, po unë nuk jam fotokopje, bësh pikturë. Edhe fotokopja do kohë? Po e kanë atë që vita marr mas dite, po thëm, po do kohën e vetë, kur i thuti do kohën e vetë, thot prit një sekond tash se po don me bësi e vështirë që për të me marr më shumë mua, por që se don kohën e vetë, jo se unë du të të largoj, sepse unë atë dua që ti të marrësh, unë të eci të punoj, ti të ngelesh i kënaqur, po nëse unë nuk e nxjerr ashtu si du unë punimin në fund, unë nuk ta jap dot. Sepse je shumë kërkuese një vetes. Nëse s'më pëlqen mua, unë nuk mundem me ta dorëzu ty, domethënë, se e kam atë që them prit një sekond tash, se ti e blej vetëm, ti ma besove, unë nuk mund të ta jap, që them hajt merre. Edhe është pak problem te unë kjo. Sa kërkuese je ndaj vetes? Shumë. Shumë sepse e shoh përgjegjësi faktin që më thonë edhe miqni, po ha mëse një dhuratë nuk është se miliona lek. Jo, nuk është çështja e milionave. Është fakti që ti ma beson. Edhe do ja japësh një njeriu që ka vlerë për ty. Pra krijohet kjo lloj marrëdhënia e besimit dhe përgjegjësisë. Është besimi që po, edhe kur ti vjen te unë prapë dhe më thos, shikoj Silca, atë dhuratën që unë bëra ma kanë pëlqyer, du një gjë tjetër. Unë aty them, okay, pas kam arrit, edhe jam e kënaqur me veten rrallë parë sepse nuk është mirë që unë të shes diçka ty edhe në momentin që ti e çon te njeriu jot i zemrës nuk është ajo që ti do doja. E kjo është në fakt e vërtetë. Edhe ka përgjegjësi, nuk është çdo gjë, domethënë marketing, nuk është çdo gjë lek. Ka edhe pjesa humane. Është vështirë të gjesh sot persona të cilët janë në biznes, të cilët e kanë këtë lloj ndjenje përgjegjësie. Sidomos nëse flasim pastaj për tregtimin online, që është një katastrofë më vete, dhe unë e vlerësoj jashtëzakonisht shumë që ti e ke këtë ndjenjën e përgjegjësisë. Unë e di që të peshon shumë. Dhe më kushton. Shumë më peshon. Edhe është domethënë, unë edhe kur filloj me realizu një punim, i them do jemi në kontakt gjatë gjithë kohës. Unë do vazhdoj ta punoj, pa arrit në fund që të ta nis te klienti, do ta nis foto, shikoje, ka diçka që do ta ndryshosh, ta rregullosh sa e kam unë në dorë. Sepse janë gjëra që bën me dorë, unë i realizoj vetë, edhe ka mundësi me ndryshuar deri në moment të fundit. Pse mos ta ndryshoj?
Okej, do më marri pak më shumë kohë, nuk ka rëndësi ka që ti do ngelesh e kënaqur kur ta marrësh. E vërtet. Edhe është ajo që ti vërtet doje. Absolutisht po. Edhe unë ngele me kënaqur nëse klienti im është në rregull dhe ti të vish prap. Absolutisht po. Nëse kjo është zinxhir, domethënë, është zinxhir që nëse unë e shkëpus me një ndaç merë ndaç lërë, si i thonë, ti nuk do vish më tonë. Edhe sikur prishet diçka. Edhe prishet ai rregulli dhe mu nuk më pëlqen që njerëzit kur ikin nga unë t'ikin të pakënaqur. Nuk besoj se i kush i pakënaqur me gjithë të gjërat që shohim ne këtu, e dyshoj shumë këtë. Jemi afër shumë Valentinit, sa ngarkuar je, më trego pak me lule. Me lulet shumë. Me lulet shumë, domethënë ka qenë një bum i madh kjo e luleve, sepse duke qenë lule natyrale që ka një kohë të caktuar, edhe ju kalon ajo faza e bukurisë, këto janë lule të përjetshme. Këto nëse ti nuk vendos ti hedhësh, nuk ju ndodh asgjë. I kam pasur në forma të ndryshme, i kam pasur me emra, i kam bërë domethënë me buqeta, jo vetëm si këto buqetat, po dhe buqetat të mëdhaja. I bëjnë për ditëlindje, jo vetëm për Shën Valentin. I bëjnë me dedikime. Përmenda Shën Valentinin sepse është afër tani edhe. I bëjnë me dedikime, i bëjnë me shkrime për luleve. Kanë ecur goxha mirë, edhe jam shumë e kënaqur, domethënë që njerëzit kanë arritur të vlerësojnë që edhe kur duan të bëjnë një dhuratë që të ngelet. Kjo është diçka e bukur në fakt, edhe këto vlerësoj sidomos tek dhurata që bëhen me zemër, dhurata që bëhen me një lloj mendimi, jo vetëm isha në rrugë, s'kisha çat merja, edhe erdha me diçka. Po ajo nuk është dhuratë, ajo është të kalojmë të bëj detyrën. Të bëj detyrën, nuk është dhuratë. Sepse si ti thua, kjo kërkon kohë, kërkon mendim, edhe tregon që personi që ta ka dhuruar këtë vërtet është menduar shumë për ty. Diçka tjetër shumë interesante, unë shoh këto pjatat. Po janë të pikturuara. Janë të gjitha të pikturuara me dorë. Edhe i realizoj pjata, gota, shishe, që i marrin zakonisht. Kemi edhe këtu, se mos thaj diçka? Nuk ka problem, edhe nëse, nuk ka gjë. Edhe realizojnë të gjitha punime janë të punuara me dorë, pas një lloj makinerie. Sa vështirë është teknika për të punuar në një pjatë? Është e vështirë, sepse boja ka pak më shumë vështirësi për të marrë, se sa në një telaj ose në një letër, pavarësisht se është boja pas ta fat për qelç, prapë ka të donë që ti japësh një dorë të dytë, një dorë të tretë, sepse varet se sa merr, edhe a merr ashtu siç ti do. Siç ke dëshiruar. Po, të marri. Por që në fund del shumë e bukur, edhe është vlerësuar, janë kërkuar shumë, sepse i marrin për minibare, i vejnë për lokale, ka pas shumë lokale që i kanë marrë për të bërë një kënd tradite. Edhe e kanë bërë me veshje të ndryshme, të krajinave të Shqipërisë, edhe kanë dalë shumë të bukura. Shishet e rakisë që unë bëj me këto modelet, dalin shumë të bukura dhe i marrin gjithmonë për dhurata. Kur ikin jashtë, i marrin që të kenë diçka, sepse janë edhe gjëra të vogla, që nuk zdenë vend transport edhe gjitha. Edhe kanë dalë punime që kanë ecur shumë mirë, edhe që unë jam e kënaqur, domethënë, me produktin që kam nxjerrur. A është vështirë të jesh një vajzë në biznes? Është shumë e vështirë. Ku çotron vështirësia? Është shumë e vështirë sepse jemi mësuar që ndoshta duke parë gjithmonë meshkuj, duke qenë ajo ideja të fortit. Nuk është njësoj impakti një femër me impaktin e një mashkulli, duhet të jemi realist. Por që kemi fatin që këto vitet e fundit po ndryshon, ka ndryshu goxha kjo pjesa. Unë jam atë që nëse ti do punosh gjithsesi. E vërtet. Do punosh gjithsesi. Do kesh vështirësi pa fund, ama prapë se prapë doja dalësh nëse ajo që ti po bën është e duhura edhe është ajo që ti don. Nëse njeriu ka nevojë të vendosi me veten disa gjëra. Nëse me veten i vendos që unë do ta bëj këtë, ka për të bërë se s'bën. Se s'ka nga shkon. S'ka nga shkon, janë rrugë të vështira, gjithkund janë të vështira rrugët. Jo vetëm në biznes. Por pra biznesi ka sikletet të tjera që më tepër kur ti punon për vete, është ajo që thu prit, po jo se ta provoj edhe këtë, po ta kisha bërë edhe këtë. Po do të jep ty gjatë gjithë kohës jemi atë tensionin që ta provoj edhe një gjë tjetër, po sikur ta bëj edhe një gjë tjetër. Po ku e gjet frymëzimin? Se duhet frymëzim për të realizuar gjithë këto gjëra të bukura. Edhe për gjetur këtë që thua ti, këtë tjetrën. Duhet frymëzim, pra duhet jesh vëzhguese ndaj rrethit, mendoj që unë të shpjegoj të një ditë timen, që thu nga e merr frymëzimin. Unë si të çohem në mëngjes, edhe deri në darkë futem në studio,
Ka raste që kam mësime dhe me fëmijët, se fundjavave jap mësime pikture fëmijëve edhe jam gjatë gjithë kohës flas vetëm për këtë gjë. Mendoj vetëm për këtë gjë. Vetëm kur iki në shtëpi në darkë, domethënë aty them okay, tash mbaroj ditën. Mjaftoj. Edhe në momentin që ti rrin duke punu për këtë gjë, deshe truri fillon edhe të aktivizohet, ta shoh një gjë, ta marr këtë nga kjo, ta vendos te kjo, ti bëj të dyja bashk, e ke parasysh mbledh motive të vogla për të nxjerrur një produkt final. Tu mbledh këto punime të vogla, ti nxjerr në pa anë të tjera që edhe ti vetë më përpara po të rrije në kafe ose po të rrije në një muhabet, nuk përfshiem kur në muhabet e kota, me thënë të drejtën. Edhe mirë bën. Më pëlqen që kur të ule me punu ose me realizu diçka duhet jem ose e qetë me veten, ose të kem njerëz që kanë lidhje me këtë gjë që unë bëj. A është të vështirë të jesh e qetë me veten kur ulesh për të punuar? Se tani ne e dim, është ngarkesa e ditës, ngarkesa e biznesit, familja, shoqëria, rrethi, jeta, pra duke sikur ne gratë kemi gjithmonë vetëm pesha mbi supe. Jo duket, i kemi. I kemi. Është e vështirë. Është shumë e vështirë sepse kemi edhe këtë qefin që kur të bjen ai telefoni do vish për i kafe, po s'ta bën dhe zemra tush jo. E kupton, nuk ta bën dhe zemra, po tash lista e porosive në fakt është. Po, lista porosive është, domethënë më ka ndodhur vjet për 8 mars, nuk e harroj dhe shpesh bëj shaka. Kisha njerëz që po prisnin të vinin merrin porosit. Edhe kisha atë shoqën time thotë, po hajde, po vetëm një kafe ta kishim pi, ke gjithë ditën aty. I thosha shiko, ta mbaroj dhe këtë. Ndërkohë që i thosha ta mbaroj dhe këtë dhe erdha, kishte vajtur ora 9 e darkës. Edhe ajo kishte qenë orën 3 që më thotë mu, bëj thosha ja sa ta mbaroj dhe këtë dhe erdha. Kur i kishte marrë kafet edhe erdhi te unë, s'kishe për të ardhur kurrë, kështu që më mirë erdha vetë. Mirë pas e gjet një zgjidhje të dobishme. Po s'kishe për të ardhur kurrë, kështu që më mirë erdha vetë. A të bezdisi njerëzit kur të ndërhyjnë në punën tënde, pra je produktive ndaj produktit tënd? Po. Sepse kur ulem e bë diçka, e kam të kryme në mend. E kupton, nuk i nisem që të dali si dali në fund. Jo, në momentin që ulem për ta bërë diçka, në mend e mia e kam të marruar si gjë. Edhe ulem edhe du ta mbaroj, edhe kur më vin për shkak që shiko se kjo ishte pak kështu, e di ta kishim bërë dhe pak kështu. I them në rregull. Nuk i kthehem, i them okay, në rregull, në fund del ajo që ti kishe planifikuar, por që nuk e bëjnë me të kesh gjithë secili ne mundohemi që t'japim një mendim gjithmonë për mirë. Pastaj se si del është tjetër. Po nisemi për mirë. Çfarë duhet të dorojnë ty për të bërë të lumtur? Se tani kur ti punon me gjëra kaq të bukura, është pak e vështirë për të kënaqur, mendoj. Këtë probleme kanë gjithë, po unë kam një gjë. Më mjaftojnë shumë gjëra të vogla, po të hapësh kam në studio sërtarin tim dhe Davolina dhe e kam plot me pusulla. I ruaj kam vite, qoftë për ditëlinje, qoftë për ndonjë rast, event që unë kam pas gjithmonë që shoqet, miq që më kanë sjell, i kam të ruajtura gjitha. Nuk është nevoja për gjëra të mëdha për të bërë të lumtur. Mjaftojnë ato gjërat e vogla që ti i bën me zemër. Ajo është gjëja më e bukur që mundesh me dhuru një njeriu. Edhe më e vështira. Edhe më e vështira sepse jo çdo njeriu i del fjala nga zemra. Edhe më e vështira. Kjo është e vërtet. Po. Cilat janë planet e tua të ardhshme? Ku dëshiron ta çosh këtë që ke sot për sot në duar? Atëherë, po punoj për të futur në treg më shumë se sa jam. Po mundohem të hap pika të reja, edhe këtu në Shkodër shumë shpejt. Kjo është lajmi mirë. Dhe po punoj shumë që të arri, të jem sa më afër njerëzve, jo vetëm në Tiranë edhe online, po të jem edhe këtu në Shkodër edhe gjithandej ku pëlqejnë punimet e mia. Ta uroj me gjithë zemër. Sa më shpejt që të jetë mundur, kemi nevojë për vajza dhe gratë të cilat punojnë kaq zhbukur për t'i mbështetur, për t'i suportuar që edhe ju të esi përpara, po edhe ne t'jemi kënaqur me punën tuaj. Faleminderit shumë. Të uroj shumë suksese. Faleminderit dhe ishte kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit edhe ju miq që keni përcjellë një intervistë të tillë. Urojmë ta kemi merituar privilegjin e kohës suaj.